Pse komentohet ka i shumë? Do më lejonit Po, të shtosh dhe diçka për çfarë tham deri tani. Po? Po, për çfarë tham deri tani. E para që tha Ermali është e drejtë deri diku, por do të më pa nga objekti i mrençëm dhe jo nga jashtë. Për shembull, Izmiri ka 2.8 deri në 3.8 deputet partia ultranacionaliste turke MHP-ja dhe sot të regjistruar në Izmir ka vetëm 27.383 vota MHP-ja në Izmir për shkakun që ka marrë një mini bashki që quhet Menemen. Dhe në këtë aspekt Erdogani ka rënë shumë. Opozita nuk është ngrejt fare, të njëjtat pikë si që ka si që ka Erdogani nga kurdët, nga partitë të tjera, të njëjtën sistem ka edhe Erdogani me partitë të tjera. E dyta është kjo që a i la Erdogani këtë vota, apo i humbi Erdogani, apo i fitoi... Po pra, a i fitoi opozita, apo i humbi Erdogani? Në këtë është një lojë, sepse Turqia është në një kolaps shumë të madh ekonomik, ka rënë shumë keq, sidomos të 2 vitet e fundit, tashmë do të më marrë 3 rroga pension për të paguar një qira, edhe kanë qenë shumë shkaqe. A do të përkthehen këtë për zgjedhjet e ardhshme kundër Erdoganit? Është e vështirë sepse kemi një të kaluar, sidomos para 5 viteve janë përsëri zgjedhjet ashtu, kur iku bashkia e Stambollit dhe e Ankaras, por për Erdoganin nuk luhet asgjë, sepse elektorati turk në fakt duhet thënë të kuptuar qartë që mbi 60% elektorati turk është i djathtë dhe jo i majtë. Dhe e majta, Kemal Kılıçdaroğlu që ishte apo në të ardhmen në Suryavashi apo Ekrem İmamoğlu, pa një koalicion të gjerë me tavolina 6, 7, 8 apo sa mund të bëhen, është vështirë ta marrë. Kurse për Imamoğlu është kryetari i Bashkisë Metropolitane që mposhti Erdoganin e hekurt në Stamboll para 5 viteve dhe për të bërë një herë kryetar ka bërë 2 zgjedhje, ishte rivali i Binali Yıldırımit, ish kryeministit e fundit të Turqisë dhe e mujti me 670.000 vota. Erdogani nuk e pranoi këtë rezultat për herë të parë në 20 sa vite që është në qeveri. U ripërsëritën votat vetëm për kryetar, jo për këshilltarët e bashkisë dhe arriti të marrë mbi 700.000 ashtu. Ekrem İmamoğlu është kush është pra ky njeri që i ka dalë përballë? Po, është patriot e Erdoganit, është i djathtë, nuk është i majtë, me vonë ka kaluar në partinë e majtë, është i djathtë me nacionalistin, është i musliman, falë 5 vakte në namaz, nuk i lën as ditë të premte të pashku në xhami e të gjitha. Ai është importuar nga e djatha në të majtë. Edhe këtë zgjedhje ka bërë Kemal Kılıçdaroğlu, i cili ka arritur ta marrë Stambollin, sepse është kundërta. Ekrem İmamoğlu është një biznesmen familjar, shumë i zotit, ku ka qenë i ri dhe deri sa i ka hyrë politikës, po ashtu Stambollin e ka drejtuar shumë mirë, ka marrë një përkrahje shumë të mira dhe ishte i vetmi në këtë zgjedhje që me zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Republikane Popullore GHP turke, i tha që ne do të futemi të vetme sepse Erdogani nuk do ta ketë shansin të na akuzojë më që jemi për të coptuar Turqinë me parti kurde e kështu, dhe i ka besuar vetes dhe ka marrë një vot rekorda, e ka marrë votën e Erdoganit, e ka marrë votën e të gjithëve, sepse ka punu për Stambollin, a ka punu tash më shumë më pak varet nga propaganda e mediave, por është një lider i zotit dhe ai përqendrimi i tij është për të qenë në Ankara, për të qenë presidenti i Turqisë. Kjo ishte gjithë loja e tij dhe në vitin e kaluar fiks para 3-14 muajve përpara, por nuk ja arriti, edhe e djathta në koalicionin e majtë, që ishte zonja Meral Akşener, kryetarja e përgjithshme e Partisë së Mirë. Ajo kërkonte që Ekrem İmamoğlu të ishte rivali i Erdoganit, por nuk u bë. Dhe tani me fitoren e kësaj, ai ka parë një hap shumë të madh. Po, patjetër, Sokol, ka një pyetje në fakt për ty, që do ta drejtoj Ermali, që ta bëjmë bashkëbisedim. Që kemi qenë dhe miq vjetër, atëherë sapo bëhet një biografi ose një hapje të Ekrem İmamoğlu's, po duhet të bëja një pyetje. A mori vota të partisë DEM që përkrah nga kurdët Ekrem İmamoğlu në Stamboll? Të gjitha. Domethënë të gjitha ajo si ka marrë 3-4% DEM-it, tjerët i ka marrë Ekrem İmamoğlu. Po. Domethënë është e njëjta gjë si për AK-Partin që ka marrë nga MHP-ja. Më fal. Në zgjedhjet e 2023-shit, partia DEM në Stamboll mori